Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Mirë se takohemi në emisionin e sotëm Zëri i Arsyes për t'ju sjellur një temë të re. Është e qartë që javën që po vjen një muaj madhështor, muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit. E kjo do të jetë tema jone sotme, por sot nuk do të flasim nga këndi fetar se si duhet t'i qasimi muajit të Ramazanit, por nga një kënd tjetër që besoj të gjithë juve ju intereson. Pra bëhet fjalë për mënyrën e të ushqyerit gjatë Ramazanit, cilat janë dobitë shëndetësore në këtë muaj. Do ta kuptojmë pra sot nëpërmjet bisedës që do të zhvillojmë me doktorin Agron Rexhepi, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Doktor, përshëndetje, mirë se na ke ardhur. Përshëndetje, mirë se kam qetur. Atëherë doktor, po vjen pra Ramazani, po troget në dyer tona, si harriç ky apo jo? Po gjithsesi, unë mendoj se çdo musliman praktikues, çdo praktikues i fesë islame, muajin e Ramazanit e pret si diçka me kënaqësi të madhe. Është një ndjenjë shumë e mirë, është një bekim i Zotit. Çdo musliman, çdo praktikues që e realizon muajin e Ramazanit, ajo veç se është një privilegj i Zotit. Të shfrytëzojmë të mirat e këtij muaji, qoftë nga aspekti shpirtëror apo nga aspekti trupor. Për ju personalisht si besimtar, çfarë nënkupton ky muaj? Nënkupton një rast më tepër që Zoti na jep, që t'i afrohemi Zotit, të fitojmë kënaqësinë e Zotit nga aspekti shpirtëror. Nëse marrëm të bëjmë një analizë të shtyllave të fesë islame, atë do të shohim se nuk është e rastishme vetë hierarkia e tyre. Me të vërtet gjitha lavdë falënderimit i takojnë Zotit të Madhërisëm, i cili nuk ka bërë ndonjë obligim për njeriu, e që në radhë parë ai obligim të mos jetë për të mirën e njeriu. Të marrëm namazin. Psikologët sot preferojnë të paktën 5 minuta meditim, një që të relaksohemi, të zbrazim atë stresin ditor. Na, praktikues të Islamit i kemi 5 herë në ditë këtë meditim. Pastaj, janë lëvizjet, ato të cilat na mbajnë në jetë, na mbajnë të shëndetshëm. Njeriu Zoti ka krijuar që të lëviz, jo të jetë pasiv. Pra edhe përmes rritit të namazit, ne bëjmë lëvizje që është në dobinë tonë. Pastaj, nëse e lajmë anash atë faktorin psikologjik, marrim faktorin fizik, lëvizja është shumë e rëndësishme. Marrim agjërimin. Shumë të mira ka agjërimi. Të mirat të cilat janë vërtetuar përmes hulumtimeve, jo vetëm nga hulumtues të musliman, po edhe nga hulumtues të tjerë perëndimor. Për shembull, një Shelton, një doktor amerikan, për 50 vite me radhë ka hulumtuar ndikimin e agjërimit në shëndetin e mbi 40.000 agjëruesve. Edhe ka ardhur disa rezultate marramendse. Po sigurisht se praktikuesi të gjithë agjëruesit nuk agjërojnë. Qëllimin e agjërimit nuk e kanë primar arritjen e të mirave shëndetësore, po qëllimi primar i agjërimit është që të arrijmë kënaqësinë e Zotit. Ndërsa këto tjerat vijnë. Këto tjerat bashkë me ato na vijnë. Bile një autor thotë këto janë efektet anësore të Ramazanit. Efektet anësore të Ramazanit janë të shumta. Ndikim shumë i madh. Vetë njeriu përbëhet nga komponenta trupore dhe shpirtërore. Nëse kemi një harmoni mes këtyre dy komponentave, ai njeri llogaritet i shëndosh, po ai njeri do të jetë i pranueshëm edhe nga shoqëria. Cila do prishje, në cilën do komponent, sigurisht se do të ndikon që njeriu të mos jetë i pranueshëm as për shoqërinë. Pra, nga aspekti intelektual, mjekësor, Ramazani po të mos jetë as i kënaqur me vetveten e vet. Në trupin e shëndosh do të jetë një shpirt i shëndosh. E trupin e shëndosh e mbajmë me një ushqim të balancuar, e që ajo pikërisht vjen në shprehje gjatë kohës së Ramazanit. Do dalim sigurisht edhe te çështja e ushqimit. Doktor, Ramazani i mirë po paksa vështirë, duhet të agjërohet, duket vështirë goxha. Po, në çdo vepër shpërblet nga Zoti. Edhe veprat që janë pak më të rënda mu realizu, sigurisht se shpërblimin e kanë më të madh. Pastaj, shifni drejtësia e Zotit, gjithkund shifet. Agjërimi muaji i Ramazanit lëviz. Më duket në vit dikon 12 ditë lëviz. Domethënë, nuk ka pa drejtësi. Dikush ta shfrytëzon me 7-8 orë agjërim Ramazanin, dikush me 15 orë agjërim.
Gjithsecili që jep Zoti jetë do të përjeton edhe gjatësinë e kohës në agjërim, po edhe në ditët e shkurta të agjërimit. Këtu ka drejtësi. Vështirë çdo person që bet vërtet nuk është edhe lehtë 15 orë të jesh pa ushqim. 15 orë ditë kur aq më shumë kur kemi obligime ditore. Mirë po, në momentin kur vendosim të agjërojmë, është interesant, sistemi ynë nervor, truri ynë fillon të funksionojë këtë në tjetër drejtim. Fillojnë të aktivizohen mekanizmat mbrojtës të organizmit. Zoti ka kriju njeriu një sistem shumë dimensional me veti automatike, që të rikontrollon, që të rivendos mekanizma tjerë, kompensues, po edhe me veti shumë të mëdha adaptuese. Për shembull, është vërtetuese 3 deri 5 ditë e para të Ramazanit, kur agjëruesi fillon agjërimin, do të kemi kokëdhimbje. Pse? Fillojnë të lirohen me të madhe toksinat, ato mbetjet, materialet e ndryshme, substancat e ndryshme që janë deponuar në masën tonë dhjamore. Edhe tash ato derisa të aktivizohen mekanizmat adaptues për largimin e tyre, atëherë ne do të ndjejmë kokëdhimbje, do të ndjejmë marramendje. Mirë po, është vërtetuar se pas ditës së 5 edhe ndjenja e uris bie. Kështu që gjithçka në organizëm fillon të adaptohet me qëllim të adaptimit të një jete të re, agjërimit të muajit të Ramazanit. Doktor, kur thoni se agjërimi është i mirë, si mund të na argumentoni edhe ndryshe, apo e keni këtë vetëm nga bindja fetare, apo edhe nga aspekti intelektual, pra mjekësor? Po, nga bindja fetare, agjërimi është i mirë. Pse? Gjatë këtij muaji gjithë jemi dëshmitar se kemi një mëshirë më të madhe, kemi një harmoni më të madhe mes veti. E ndjejmë dhimbjen e tjetrit më mirë, e lirojmë dorën me ndihmu tjetrin më mirë. Pastaj, është një muaj kur nga bindja fetare, kur nuk e kemi obligim vetëm agjërimin, po kjo duhet të karakterizohet me lexim të Kuranit, i cili ta shqetëson shpirtin, po edhe kryerjen e namazit shtesë, përveç atyre obliguese që i kemi. Pra gjitha këto shkojnë në atë drejtim të fisnikrimit të shpirtit tonë. Dhe shtimi këtyre veprave vetëm edhe vrehet në Ramazan. Po, patjetër, po për atë them se është muaj i mëshirës. Edhe shpirti i njeriu nuk plaket kurrë, por vetëm fisnikrohet. E fisnikrimi i shpirtit bëhet më të madhe me adhurim të Zotit, të Allahut, duke i kryer gjitha ato obligimet që kemi. Nga aspekti mjekësor, agjërimi mirët si një mjek natyral, si një pastrim i brendshëm i organizmit. Tash para mendoni, masa dhjamore, po shkojmë nëna gjitha të këqijave është mbi pesha trupore. Të trajtojmë pa këtë problematikë. Mbi pesha trupore bën që në indit dhjamore në trup, në masën dhjamore në trup, të deponohen substanca të shumta toksike, mbetje të ndryshme nga metabolizmi, proceset metabolike që zhvillohen në organizëm. Gjatë agjërimit fillojnë të zbresin, të zvoglohet masa dhjamore, edhe të lirohen këto substanca toksike të cilat i kemi pas të deponuara në trup. Pra bëhet një pastrim i mbrendshëm i organizmit. Çdo kush prej nesh në pranvere ka atë qëllimin të pastroj shtëpinë, të lyj shtëpinë, të gëlqerosi, të rregulloj në mënyrë për vitin tjetër të kemi në rregull. Edhe agjërimi ka po këtë efekt. Të pastrojmë trupin ton, në mënyrë që vitin tjetër të kalojmë një jetë sa më normale. Gjatë dimrit për shembull, ne e helmojmë trupin ton me ushqime të ndryshme hiperkalorike. Jo e helmojmë kuptimin bukfal, po marrim lirohen toksinat të ndryshme të cilat deponohen në këto masa dhjamore. Edhe me ardhin e pranverës duhet të marrim ushqimet sezonale, pemt, frutat, pra pemt perimet sezonale, mënyrë që të bëjmë detoksifikimin e organizmit. Edhe këtu tash, të mirat e agjërimit janë nga aspekti detoksifikues, nga aspekti i humbjes së peshës trupore, e që këto mandej shoqërohen me uljen e shtypjes së gjakut. Mundeni me paramendu, është vërtetuar se zemra brenda 24 orëve tek agjëruesi punon diku për rreth 14.000 herë më pak. 14.000 herë më pak, nëse bëjmë një kalkulim, bjen diku 2-3 orë më pak. Ndërka që mëlçia punon për 5-6 orë më pak. Po ashtu sistemi trec pushon,
veshkët angazhohen në ruajtjen e langjeve në organizëm, po në përgjithësi e kemi një pushim të trupit tonë. Bazë hulumtimeve që janë bë, është vërtetuar se ai procesi detoksifikues i organizmit përfundon diku në ditën e 20. Këta nuk e kanë bë hulumtues musliman, kanë bë hulumtues të perëndimit. Edhe kanë bë hulumtime të shumta tek agjëruesit musliman, për arsye se më komplet është ky agjërim. Edhe është vërtetuar se diku ka dita e 20, veç kemi një pastrim të trupit, një detoksifikim të trupit, çka po na lidhet neve me 10 ditëshin e fundit. Kur atëherë trupi veç është në një nivel në shpirti është në një nivel më të lartë, kur edhe na i shtojmë ibadetin tonë, shtojmë lutjet tona më tepër sa në 20 ditët e para. Po, doktor, ju jeni i njohur si përpikt në çështjen e cilësisë së ushqimit, por edhe në anën tjetër goxha rigoroz tek çështja e ushqimit jo të mirë. Pse kështu? Është interesante, bujar begi kam testu populatë tonën. Po deri me tash një përfundim jo të mirë ka marrë se na jemi një popull që nuk po dim as me hangër si duhet, as me pi si duhet. Besom që pak kushi prej nesh është i hidratuar si duhet, me langje si duhet. Deri më tani maksimumin kom gjetë diku me 40% të hidratuar, pak diçka mbi 40%, përderisa në ky nivel duhet të arrijë 60% për shembull. Nuk dim të marrim langje si duhet. Na ujin e pim vetëm atëherë kur jemi të etshëm. Që gabojmë se atë veç se 1% të peshës trupit jemi të dehidruar. Ujin duhet praktiku pi her pas here. Ndërka që ushqimet të cilat jo i urrej, po i këshilloj të gjithë të mos i përdorin, janë kryesisht ato ushqimet e shpejta, të cilat fatkeqësisht është bë modë. Goxhat përhapur. Po, shumë të përhapur, edhe fatkeqësisht për gjithçka gjejmë kohë, po jo për një ushqyeshmëri të shëndetshme. Këto janë ushqimet që gjithçka mund të gjesh në to, po materi ushqyese të shëndetshme jo. Andaj jam kundër këtyne, pse pasojat e përdorimit të këtyre ushqimeve janë të shumta. Ku e shihni defektin më të madh, doktor, tek këto ushqime? Kripra, yndyra? Të gjitha. Kriprat, yndyrat me origjinë shtazore, pastaj sheqerna të thjeshta të tepruara, të gjitha këto shkojnë në drejtim të rrënimit të sistemit tonë, në radhë të parë sistemit kardiovaskular, e që mandej shoqërohet edhe me probleme tjera, qoftë në mëlçi, ku të shumica që kanë këtë ushqyeshmëri të shpejt, vrehet një dhjamosje bajegi e shprehur e mëlçisë. Kur mëlçia dhjamoset, që është laboratori kryesor i organizmit, atëherë sigurisht se do të bijnë funksionet e saj. Nuk do të ketë mundësi të detoksifikimit, që është një nga 4 rrugët e detoksifikimit të organizmit, pastaj nuk do të ketë mundësi të prodhimit të materieve të ndryshme të nevojshme për organizmin, thjesht nuk do të ketë mundësi të kryejë funksionin e saj që është vital për jetën tonë. Mirë, atëherë kur flasim për shoqërinë tonë, a kemi apo cilat janë prej ushqimeve që kemi të mirë dhe që do të preferohej që t'i konsumojmë? Shumë thjesht. T'ju kthehemi ushqimeve tradicionale. Flies? Pse jo dhe flies në herë aty këtu. Po pse jo dhe flies. Po t'ju kthehemi ushqimeve tradicionale, kam fjalën të drithrat integrale. Milli i bardh, buka e bardh, mund të them se decenien e fundit, ndoshta po 10-20 vjetëshet e fundit është në përdorim të madh. Më herët kem pasën edhe bukën e zezë, të cilën populli ka përdorur me të madhe. E buka zezë, disa thojnë nuk du të hap bukë, pse po du më dobësu, nuk është ajo arsye. Buka zezë apo e milli integral i ka të gjitha mikronutrientët e nevojshëm, ka dhe fibra shumë të rëndësishme për funksionimin normal të sistemit tretës. Nga antropologët e vjetër, në vërtet nga antropologët ndërkombëtar, nga hulumtimet e mahershme që e bën në popullin shqiptar, është dalë një konstatim se shqiptarët karakterizohen me një morfometri, një trup i gjatë thatanik, me një muskulaturë të fortë, po jo të shprehur, si bilderat për shembull që kanë. Asnjë s'ka thënë se kanë bipesh.
E atëherë nuk ka pas luksin popullata jonë që të hanë mishra, produkte të ndryshme të mishrave, të fabrikume, të cilat... Mishë e shkakton trashjen mbi peshën? Po e kam fjalën për ato të procesuarat, për shembull, ta marrëm çebapat, hamburgerat, dynera, suxhuka, sallama, gjitha këto, gjithçka në to mundesh me gjetë, po materie të shëndetshme ushqyese jo. Për këtë arsye mendoj që mirë është që të respektohet ai udhëzuesi piramidal për një ushqyeshmëri të shëndetshme, baza të cilës është drithrat e përbajnë, mandaj kemi pemë dhe perime, pra piramida tu ngushtu, pemë dhe perime, pastaj vijnë mishrat, qumshti, vezët këto, edhe në fund vijnë ambëlsirat dhe yndyrnat. E mos të kthejmë piramidën mbrapsht, e të fillojmë me ambëlsira, me yndyrna, e me mishra, e të lojmë fund pemë dhe perimet. Dhe këto janë ato që populli ynë do të duhet të kishte në listën e ushqimit, doktor? Patjetër këto duhet jenë fatmirësisht. Tash jemi në sezonën kur me bollëk kemi pemë dhe perime. Çmimet e tyre relativisht janë të kapshme për popullatën, pse popullata është në një skajshmëri, një përqindje e madhe popullatës në një varfëri bajegi të madhe, mirë po prapë këto çmime mund të jenë... Po ka dhe njerëz që kanë edhe në proborët e tyre. Po, mund të jenë të kapshme, ka borrin, mund të punon në borrin, mund të punon bashkën edhe të ketë gjitha këto prodhime. Bile janë alama të mira se përveç fryteve që dalin është edhe një aktivizim fizik. Po patjetër, nëse është një thënie, nëse dojmë kënaqësinë e ditës, të shëtisim. Nëse dojmë kënaqësinë e jetës, të kemi një kopsh ku do të punojmë. Pra, dhe kjo lidhet me aktivitetin fizik të njerëzit. Kur është fjala tek agjërimi, është mirë të përmendim edhe këtë, një hulumtues ka ardhur në përfundim se falja e namazit të taravis, gjatë faljes së këtij namazit se falet si duhet, agjëruesi shpenzon dikon 200 kilokalori. Tash, nëse i shtojmë edhe namazet tjera mbrana ditës, një 200 tjetër, atë po bëhet 400 kilokalori. Po nëse kemi kujdes në marrjen e ushqimit gjatë agjërimit, edhe rritjen do të bërjen e aktiviteteve fizike, atëherë do të shkojmë sigurisht diku rreth 500 kilokalori në ditë, në minus. Kam fjalën tek humbja peshës. Atëherë, brenda javës, personat me mbi peshë do të kenë mundësi që të humbin diku 3500 kilokalori. Kam fjalën për një mesatare, apo 500 gram peshë trupore. Shifni si ku janë të mirat e agjërimit, ato efektet anësore, se për efektin qëllimin kryesor të agjërimit, shpërblimin kryesor të saj, Zoti na ka premtuar shpërblimin e posaçëm. Mirë po tash, ato efektet anësore të agjërimit janë me të vërtetë të shumta. Nuk ka sistem në organizëm që nuk ndikon agjërimi për të mirë. Sigurisht do të dalim përsëri tek agjërimi, do të bëjmë tani një shkputje të shkurtër, shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak për të vazhduar bisedën. Rikthyer miq të nderuar për të vazhduar bisedën e çështjes së Ramazanit dhe shëndetit në kuadër të emisionit të sotëm Zëri i Arsyes. Po flasim me doktor Agron Rexhepin. Doktor, kalojmë tani tek çështja e agjërimit dhe ndalemi pak më shumë këtu. Na thoni sa ndikon agjërimi në rregullimin e funksionimit të organizmit të njerëzit. Po unë thash pak më parë që nuk ka sistem të organizmit, nuk ka organ në trupin e njeriut që agjërimi nuk ndikon. Ka fjalën për ndikim pozitiv. Mirë, janë disa raste kur nuk preferohet agjërimi, për shembull tek persona që kanë smundje malinje të mëlçisë, nuk preferohet agjërimi. Apo që kanë probleme me kontrollimin e sheqerit të gjakut, janë insulin vartës, nëse bajnë agjërim, nëse janë kambullës të agjërojnë, atëherë patjetër duhet bëhet me kontrollin e mjekut. Gjithmonë të jetë nën kontrollin e mjekut. Përndryshe agjërimi si agjërim dhe obligime tjera, na tham fillim se njeriut janë bë për të mirën e njeriut, për ta forcuar shëndetin, edhe në asnjë mënyrë për ta dëmtuar shëndetin. Ai që ka mundësi agjëron, ai që nuk ka mundësi sigurisht se janë mënyra tjera të kompensimit. Agjërimi ndikon në sistemin nervor. Është vërtetuar se tek fazat e hershme të smundjes Alzheimer,
ndikon pozitivisht në lehtësimin e kësaj smundje. Në format e ndryshme të depresionit ndikon pozitivisht. Pastaj tek smundjet kardiovaskulare është vërtetuar se ka ndikim pozitiv. Tek format e ndryshme të diagnosis së mëlçisë ka ndikim pozitiv. Në përgjithësi ta marrëm në tërë trupin e njeriut, agjërimi e ka ndikimin e vet pozitiv. Nëse bëhet me bindje të plotë, edhe nëse respektohen disa rregulla nutricionistike. Po, doktor, dita e gjatë dhe me vap në njërën anë dhe pastaj mungesa e ujit dhe sheqernave, gjitha këto a bien ndesh në mes vete. Thjesht dikush do të thoshte në rregull, dimrit në rregull, po agjerojmë, mirë po verës disi pa kapshme, pa kuptim. Po unë thash pak më herët se organizmi i njeriut ka, Zoti ka dhënë mundësi adaptuese. Ka është një sistem shumë dimensional që ka veti automatike të funksionimit të tij. Në momentin kur shifet, për shembull një rast të përmendëm tek sportistët, në momentin që fillojnë aktivitetin fizik, 80% zvogëlohet puna e sistemit urinar. Se shkojnë në mënyrë automatike, shkojnë sinjalet që po fillohet me një aktivitet fizik, uji duhet të kursehet. Në mënyrë automatike kursehet uji që të mos eliminohet, po të shfrytëzohet për realizimin e qëllimit. Tek agjërimi, po ashtu i tërë organizmi njeriut fillon të funksionojë në një mënyrë tjetër. Truri bën programimin e vet në një mënyrë tjetër të funksionimit të organizmit, ku do të ruhen materiet ushqyese. Edhe është vërtetuar se njeriu pa ushqim mund të jetojë diku rreth 55 ditë. Fal rezervave të yndyrnave që ka në organizëm, po jo edhe pa ujë. Kupton? Ndërkaq gjatë Ramazanit, nëse nuk është lehtë, pra po e përmendem, nuk është njëjtë si verës si dimri të agjërohet. Mirë po nëse kemi kujdes, do të përballohet shumë me lehtësi edhe agjërimi gjatë këtyre ditëve të verës, që jemi dëshmitar se do të agjërojmë ditët më të gjata të vitit. Mirë po duhet pasur kujdes prej kohës së iftarit deri në syfyr të bëjmë një hidratim të mjaftueshëm të organizmit, pastaj të zgjedhim ushqimet si nga aspekti sasior, ashtu edhe nga aspekti cilësor, po edhe nga koha kur do t'i konsumojmë. Nëse këtu kemi kujdesin, këta 3 faktor, sigurisht se agjërimi do të jetë më i lehtë. Dhe doktor, unë këtu do doja ta përmend një koment që këto ditë shpesh herë përmendet, por edhe gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit, besoj që e keni dëgjuar, thonë që gjithmonë kishin frikë, a thua si do ta përballojmë Ramazanin. Mirë, po në fund në kohë të iftarit thotë kisha një ditë shumë të lehtë agjërimit. Si shpjegohet kjo në aspektin mjekësor? Po unë nga aspekti mjekësor e përmenda ato aftësitë adaptuese të organizmit. Do thotë kjo ndodh, kjo është ajo aftësia adaptuese. Mirë, po nga aspekti fetar, po edhe mjekësor, njeriu kur hyn në agjërim hyn me bindje të plotë. Edhe e realizon atë pa asnjë problem. Unë për vetën tem flas, kum pas raste pas syfyr ku më agjëru, pa mendoj për darkës në darkë kam agjëru, edhe besoni që s'kum pas problem fare. Aq më shumë, kum pas raste që kam bë aktivitet fizik në orët e pasdites, kum luajt futboll apo basketboll, edhe nuk kum pasën problem. Mirë, po këtu është një pyetje ajo bindja e plot kur do të ndikojmë në veten tonë që truri të merr një funksionim krejt tjetër. Edhe nuk kem nevojë na më shqetësu për atë punë. Truri, ajo ndërdia jon do të punon që të ruhen ato materiet ushqyese edhe sasia e ujit. Po sigurisht se nuk është e preferuar që agjëruesi të dalë në temperaturë mbi 30 gradë Celsius edhe të ende në atë temperaturë të lartë rrugëve. Kjo jo vetëm për agjëruesin, por kjo nuk është e preferuar as për personat që nuk agjërojnë. T'i ruhemi temperaturave të larta edhe në mesditën të mos e kalojmë në jashtë, kam fjalën në ndikim të diellit, po të ndjekëm pak hijet. Edhe mos çajmë kryt se asnjë dëm nuk do të kem nga agjërimi. Ndoshta më mes provë do ta kenë ata të cilët punojnë ndërtimtarisë. Po, ajo është veç problem paksa në vete. Po unë s'po di tash sigurisht kem dietarë të fesë islame të cilët japin këshilla më të drejta lidhur me këtë, se problemet i kanë më të mëdha, garant ata që punojnë në temperatura të larta, në punë të rënda fizike, krahasuar me ata që janë
ndër hije edhe kanë punë me atlet fizik. Mirë, doktor, çka i preferoni një agjeruesi të ri, pavarësisht moshës? Po kështu, nëse fillohet agjerimi të fillohet me një bindje të plot. Jo me dy mendje, atë filloj a mos të filloj një. E dyta ti kushtohet rëndësi ushqimit të cilin e konsumon. Këtu kisha pas dëshirë që pak të hyjmë të trajtojmë. Për shembull, një ushqim të mirë. Muaji i Ramazanit tha më herët nuk karakterizohet vetëm me agjerim. Po këtu kemi lexim këndimin e Kuranit, pastaj kemi edhe faljen e namazit. Andaj preferohet që iftari të bëhet me një prishje e Ramazanit të bëhet me një gotë ujë. E këtu do doja më shumë vëmendje të shikuesve. Po, të paktën një gotë ujë prej 200 ml, të paktën tjetë. Të mirën për Ramazan të gjithë të praktikojmë hurme të kemi, që është më e mira për prishje të agjerimit, po nëse jo hurme, cilat kishte me qenë mirë 3, 4, 5, 6, deri në 7, pse jo të përdoren, të mirë diçka e ëmbël. Tjetë ndonjë frut tjetër apo mjalt, po tjetë natyrale. Mënyrë që të kthejmë nivelin e sheqerit në gjak. Qëllimi i parë është të ndikojmë në hidratimin e organizmit, pse pa hidratimin e mjaftueshëm as sheqerin në gjak nuk mundet të kthyë sa duhet. Pra fillimisht uji. Uji fillimisht duhet është shumë i rëndësishëm, pastaj të mirët të ëmbël diçka mund të jetë më e preferuara është hurmja, po edhe pemë tjera mund të jenë, apo një lugë mjalt mund të jetë. Po jo sheqer. Pse edhe në fundit kur s'ka shibën edhe breshër, edhe sheqeri s'është i keq, mirë po këtu është qëllimi që s'pari të bëjmë hidratimin, pastaj të kthejmë nivelin normal të glikemisë apo sheqerit në gjak. Pastaj të falim namazin e akşamit, pastaj mund të pim një supë, edhe t'i kushtojmë rëndësi hidratimit të organizmit deri në namazin e taravis. Pas faljes së namazit të taravis preferohet një darkë me kalori. Që i bje diku rreth orës 12 e natës. Po, një darkë hiperkalorike preferohet të bëhet, po është shumë e rëndësishme që prej iftarit deri në syfyr t'i kushtojmë rëndësi hidratimit të mjaftueshëm të organizmit. Në këtë rast pijeve. Po, langje, uji është shumë i rëndësishëm. T'ju jap një këshill, cilën ndoshta pak mund ta gjejnë dikun, sa të marrim langje. Peshën që e kemi të shumëzojmë me 30 dhe aq mililitra ujë kemi nevojë të konsumojmë brenda asaj periudhe. Nëse e bëjmë këtë konsumim të ujit, hidratimin do të bëjmë mjaftueshëm, po në asnjë mënyrë të pijet uji me të shpejtë. Sami Frashëri ka thënë se në Islam e kemi me disa glënka të pijet një gotë ujë, ndërsa Sami Frashëri thotë uji që pijet ngadalë shun etjen. Nëse e pim ujin shpejt, atëherë do të vinë kundër efekti. Do të aktivizohet sistemi urinar, pse do të shkojnë sinjalet që në sistemin qarkullues veç kemi sasi të tepër të ujit, të langjeve, edhe sistemi urinar do të aktivizohet mi largu nga trupi. Kështu që preferohet të shkojmë ujin të pim ngadalë. Të bëjmë një hidratim të mjaftueshëm deri në kohën e syfyrit. Po e përmendi kohën e darkës, ta darka të hahet pas namazit të taravis. Pastaj, është mirë që gjatë kohës së syfyrit, ushqimit të fundit, të jetë një ushqim i lehtë, jo ushqim hiperkalorik, ai që duhet të jetë në darkë të jetë në syfyr. Jo. E po në një farë mënyrë e kuptohet, sepse nëse hahet mirë në darkë në këtë rast, prapse preferohet një ushqim shumë i lehtë në syfyr. Të kemi pemë perime prej iftarit deri në syfyr, pemë sidomos të hajmë. Perimet në formë sallatave t'i kemë për shembull në gjatë darkës, ndërkaq syfyri preferohet të përfundon dikun një 40 minutë para imsakut. Për arsye se uji nuk preferohet fort pijet 15 minutë para, gjatë dhe dikun rreth 20-30 minutë pas bukës. Nëse e përfundoj më herët një 40 minuta, atëherë kemi një 10-15 minutë kohë për të pi langje të mjaftueshme, për të bë pastrim të dhëmbëve, marrja të abdesit, përgatitje për namazin e sabat. Nuk preferohet gjatë kohës së syfyrit të pijet kafja, të pijet çaj i zi, çaj i gjelbërt, çaj i bardh, pijet e kafeinizuara në përgjithësi nuk preferohen të pijet. Coca-Cola apo pijet tjera stimuluese. Po ja që doktor mua më ka rastisur të dëgjoj njerëzit një çaj të zi kur e pi gjatë gjithë ditës e kam më lehtë agjerim. Ajo është më tepër, unë mendoj në atë bindjen e tij, përndryshe çaj të zi, pijet kafja, pijet tjera të kafeinizuara stimulojnë diurezën.
edhe rritet sasia e urinimit, nxjerrja e langjeve nga organizmi, që nuk është qëllimi jonë, sidomos gjatë agjërimit. Le të mbetet çaji i zi në kohën e iftarit. Po jo në kur edhe na vyn pak të kthillemi në kohën e iftarit. Po jo në kohën e syfyrit, kur na duhet të ruajmë langjet në organizmin tonë. Mandej, në mënyrë që të mos kemi mundim nga sistemi tretës i organizmit, pas marrjes së ushqimit, e kam fjalën në kohën e syfyrit, preferohet që pas marrjes së abdesit të pritet të paktën hyrja kohës namazit sabat apo mëngjesit, edhe të falet namazi. E mandej të shtrihemi dhe të pushojmë. Dikush mund të thotë, po unë këtë luks nuk e kam se mëngjes më duhet të punoj. Po tash ata që kanë këtë mundësi le të realizojnë këtë mënyrë. Ata që duhet mëngjes. Kjo është një mënyrë ideale. Po, kjo është një mënyrë ideale se si të përballohet dita e agjërimit me lehtësi. Ndërkaq ata që kanë problemin e mëngjesit, ata duhet në punën e mëngjesit e kanë fjalën, ata duhet sigurisht se pas kthimit nga puna të bëjnë pushim pak shtesë, pak pushim më të madh. Ndërkaq është mirë të përmendim punën e aktiviteteve fizike. Kemi shumë sportista, të cilat qëllojnë në forma të ndryshme të aktiviteteve sportive, po në përgjithësi si sportistat, ashtu dhe jo sportistat, preferohet që gjatë muajit të Ramazanit të bëjmë aktivitete fizike. Jo vetëm të shtrihemi, të pushojmë, ajo është pjesë e ditëve të Ramazanit, por gjithsesi aktivitetet fizike duhet të jenë prezente. Nëse në formë të zgjatjes, në formë të ecjeve, ushtrime mesatare, aktivitete fizike të nivelit mesatar. Në këtë mënyrë do të mund të rregullojmë, përmirësojmë qarkullimin limfatik, po edhe punën e zemrës, po edhe do të rrisim shpenzimin e kalorive tek personat që kanë nevojë me. Ju personalisht doktor bëni aktivitete fizike gjatë Ramazanit? Po, pa asnjë problem, po. Në cilën kohë më shumë e gjeni veten më komod? Po tash këtu, koha më e mirë për kryen aktivitete fizike. Unë mendoj se kjo duhet të jetë individuale. Po nëse kemi persona që dojnë me shtu pak peshë, ajo më e mira kishte me qenë pak para iftarit. Në atë kohë kur ngarkohen muskujt, mirët ushqimi, e këtu tash duhet këtë është individuali. Këtu tash duhet bëhet disa shmange nga ato rregulla që bëhen më herët. Për arsye se ai që bën aktivitet fizik, për shembull sportistat, para iftarit ai duhet të merr edhe kaloritë gjegjëse. Kështu që edhe iftari duhet të jetë i lehtë, po me prezencën e makro edhe mikronutrientëve të nevojshëm për ushqimin e masës muskulare e cila ka qenë aktive. Ndërkaq aktivitetet e paraditës gjithsesi duhet të shoqërohen me pushimin e pasditës. Në rastet kur problemet më të mëdha gjatë agjërimit janë tek sportistët që luajnë në klubet e tyre ku nuk janë të gjithë tjerë praktikues të islamit. Atë nuk ka mundësi që këtina të përshtatet forma aktivitetit fizik. Përndryshe në klubet ku agjeron shumica, duhet përshtat edhe aktivitetin fizik të bëhet ose para iftarit, ose dikur pas iftarit. Në mënyrë që sportisti ta përballon sa më lehtë. Dhe kjo ishte për sa i përket trupit, që njeriu të jetë më vital dhe më komod. Por për fund, çfarë porosie do të kishit për shikuesit lidhur me pjesën tjetër, pra për shpirtin? Unë mendoj se të gjithë na që Zoti na ka pru ta përjetojmë këtë muaj të Ramazanit, të shfrytëzojmë të mirat e këtij muaji. Zoti gjatë këtij muaji na ka mundësuar që të afrohemi Zotit, të fitojmë kënaqësinë e Tij. Dihet se çdo punë që e bëjmë e ka shpërblimin e shumëfisht. Andaj të shfrytëzojmë çdo sekondë të këtij muaji. Të mendojmë çdo ditë që agjerojmë, të mendojmë se ajo ditë është e fundit në jetën tonë që agjerojmë për Zotin e Madhërisht. Dhe sigurisht se me një devotshmëri shumë më të madhe do të realizojmë këtë qëllim. Unë mendoj që duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj edhe ta presim me kënaqësi, në mënyrë që të jemi sa më afër Krijuesit ton, të bëjmë një relaksim shpirtëror që kemi nevojë në këtë jetë plot turbullira, edhe të shfrytëzojmë ato të mirat anësore të Ramazanit të përfitojmë pra një shëndet sa më të mirë që është e mundur, në mënyrë që të jemi shumë të pranueshëm edhe për shoqërinë tonë.
Doktor, ishte kënaqësi që biseduam për këtë temë në prag të Ramazanit. Faleminderit për ftesën, dhe po shpresoj se kemi arritë të japim disa informata për popullin tonë. Gjithsesi, shikues të nderuar, kjo ishte tema rreth Ramazanit dhe shëndetit, meqë edhe jemi në prag të këtij muaji. Njëkohësisht këtu po e përfundojmë sezonin e Zërit të Arsyes, pra para Ramazanit do takohemi në këtë emision inshallah pas këtij muaji të bekuar. Deri në takimet tona të tjera, asalamu alaikum dhe mirëmbëjtje.